ushtëri i cili së fundmi ka marrë pjesë në garat ndërkombëtare të Kuranit në Prishtinë. Ai është Ubejtula, faleminderit që pranuat të jeni sot në mesin tonë. Faleminderit për ftesën dhe për kohën që ndatë për neve në këtë ditë festive. Faleminderit shumë edhe një herë juve që ndodhemi së bashku në këtë festë ku së pari ju themi urime edhe festën e Kurban Bajramit. Si u ndjeve kur morra pjesë në garat ndërkombëtare të Kuranit? Po, para se të flas për emocionet dhe ndjenjet e mia, më lejoni që t'ju them se garën të cilën mora pjesë ishte organizuar nga Bashkia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Çështjeve Islameve të Arabisë Saudite, ku pjesëmarrës në këtë garë ishin rreth 150 garues nga shtete të ndryshme dhe gara zgjati nga data 8 maj deri me datën 11 maj, ku për këto 4 ditë mbikëqyrës të këtyre garave ishte një komision i cili përbëhej prej 6 anëtarëve, ku prezantues prej tyre ishin 2 nga Arabia Saudite, 2 hafiz nga Arabia Saudite, 2 hafiz nga Kosova dhe 2 hafiz nga Bosnia, ku ky komision ishte ai që ju dha pyetjet garuesve dhe mori vlerësimin për prezantimin e tyre. Gjithashtu, duhet të theksoj faktin se garat u mbajtën në një sallë jashtëzakonisht të madhe, ku përveç garuesve të cilët ishin të pranishëm aty, kishte edhe shikues të cilët shkuan fizikisht që të shikonin garat nga afër. Përveç kësaj, garat gjithashtu u incizua dhe u transmetua drejt për drejt në media të ndryshme, edhe të them të drejten, kur më lajmëruan se do të jem një nga pjesëmarrësit në këtë garë, nga Medreseja Mehmet Fati dhe se do të përfaqësoj Medresen Mehmet Fati, unë fillova përgatitjet e mia, por nuk e dija se me çfarë evenimenti kemi të bëjmë. Deri ku ditën kur arrita në Kosovë, atëherën e parë se ky ishte një eveniment madhështor, edhe kur e parë se ishte një eveniment madhështor, sigurisht që emocionet e mia ishin edhe më të mëdha, edhe kisha atë ndjesinë se si do prezantoja apo se çfarë rezultatesh do marrja. Edhe kjo ka qenë padyshim një sfidë për mua, e cila më ka lënë bresa të shkëlqyeshme edhe një kujtim shumë të bukur. Cila ishte pjesa më emocionuese jotja në garë? Po gjatë momentit që kam qenë të prit radhën që unë me prezentu para komisionit, garuesit e tjerë, kur përfundonin se cili prej tyre që përfundonte prezantimin e tyre, emocionet e mia u shtoshin edhe më shumë për arsye se e disha që radha ime vetëm po afrohej. Gjithashtu edhe një gjë tjetër e cila ka ndiku, ka qenë ku disa prej garuesve, për shkak të emocioneve të mëdha të cilat kum pas, nuk kanë arritur me shpreh atë dijen cilën e kum pas, edhe kam pas frikë se kur t'jem para komisionit se a kam arrit. Do përjetosh një njëjtën gjë. Po, do përjetoj një njëjtën gjë, apo a kam arrit mi menaxhu emocionet e mia. Gjithashtu rastisi që unë t'jem një ndër garuesit e fundit që bën prezantimin e tyre. Edhe në atë moment kur unë u lajmërova para komisionit, salla ishte e mbushur me shikues dhe kjo padyshim që më shtoi emocionet e mia edhe më shumë, por elhamdulillah arrita ta menaxhoj me sukses. A ke ndonjë kujtim të veçantë që do mbash mend? Po, një kujtim që do ta mbaj mend shumë gjatë, ku në atë sallën të cilën u mbajtën garat, kishte shumë personazhe me famë, nga fusha apo nga sfera të ndryshme, e njëri prej tyre ishte edhe imami Qabes, i cili mori pjesë në atë eveniment dhe në përshëndeti gjithëve neve garuesit edhe recitoi disa vargje nga Kurani famuljar. E besoj se kjo ka qenë një pjesë që do ta mbaj mend gjatë gjithë jetës time. Po në tregoni pak tek përgatitja dhe mbështetja. Sa kohë përgatite për garën dhe kush ka ndihmuar më shumë në këto përgatitje? Si ka ndihmuar edhe familja në këtë rrugtim tënde? Sa i përket përgatitjes për garën, por jo vetëm për përgatitjen për garën, por edhe për mbështetjen dhe kohën që ndau për mua, ishte profesori i medreses, profesori i Kuranit në Medresen Mehmet Fati, profesor Xhemal Efendi Hajdari, i cili qysh në vitin e parë, kur u paraqitet ai me dëshirën për të mësuar më shumë nga Kurani, nga ajo që kemi në plan programin shkollor, ai e pranoi kërkesën time me plot dashamirësi. Gjithashtu duhet ta theksoj faktin se ishte ai i cili përzgjodhi të marrja pjesë në këto gara dhe ai i cili na përcolli deri në Kosovë dhe qëndroi me neve për ato 4 ditë, andaj jam shumë mirënjohës për angazhimin që ai bën, për ndihmën që ai më jep për mësimin e Kuranit. Sa i përket përgatitjes, vazhdimisht kemi
përsërit apo jemi përgatitur me profesorin për arsye që mos më harrua ato sure të cilat i kemi mësuar deri atëherën. Por kur na kanë lajmëruar se do të marrim pjesë në garë, atëherën e kemi shtuar edhe pak më shumë dozën e përsëritjeve dhe të përgatitjeve, edhe gjatë udhimit të Kosovës që kemi shkuar atje, kemi bërë keni pas gjithë rrugën kemi pas gjithë rrugës, kemi pas përgatitje. Po familje. Po përsëritje. Sa i përket familjes, mbështetja nga familja sigurisht që nuk ka munguar asnjëherën, por duhet ta theksoj faktin se familja ka qenë shkaktare e dëshirës sime që të vazhdoj medresën Mehmet Fati. Për arsye se unë në familjen time kam 3 hoxhallar. Kam gjyshin, kam babën dhe kam axhen. Gjithashtu edhe motra ime ka përfundu medresën Mehmet Fati dhe tash aktualisht është në Fakultetin e Shkencave Islame në Kosovë, dhe ajo më ka nxit shumë që të vazhdoj në medresën Mehmet Fati, edhe gjithmonë qysh i vogël kam pasur dëshirën se ta vazhdoj këtë jem vazhdimsi e kësaj tradite familjare. Po, kur je edhe i rrethuar nga një familje hoxhallarësh, me do mos do kesh edhe te një Po, drejtim. gjithmonë edhe këshillat e tyre, po pse jo, edhe kritikat nuk kanë munguar kurrë në këtë aspekt. Çfarë do të thotë për ty të mësosh dhe të recitosh Kur'anin? Po siç e dim, se Kurani është fjala e Allahut Azza wa Jall. Edhe një njeri nëse mëson edhe një fjalë nga Kurani familjar, Allahu Azza wa Jall e ngrit atë njerin e vlera. Siç mund ta shohim se çdo gjë e cila ka lidhje me Kuranin familjar, Allahu Azza wa Jall e ngriti atë. Për shembull, Kurani zbriti në natën e Kadrit. Allahu Azza wa Jall e bani natën e Kadrit, natën më të veçantë të vitit. Kurani zbriti në muajin Ramazan. Allahu Azza wa Jall e dalloi atë prej muajve të tjerë. Kurani i zbriti Muhamedit alayhis salam. Allahu Azza wa Jall e dalloi Muhamedin alayhis salam e ngriti nga profetë tjerë. Gjithashtu, Kurani i zbriti umetit Muhamedit alayhis salam, edhe umeti Muhamedit alayhis salam u bë umeti më i mirë që shkelin rrezullin tuksor. Pra, secili njeri ose çdo gjë e cila ka lidhje me Kuranin, Allahu Azza wa Jall e ngrit atë. Ku tha edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, më i miri në mesin e juaj është ai i cili e mëson Kuranin dhe ju mëson atë të tjerëve. Pra padyshim që mësimi dhe recitimi i Kuranit për mua është një ndjenjë e bukur shumë dhe e jashtëzakonshme. Po ne dim që të gjithë kemi një sure që ndëgjojmë më shumë se që na pëlqen më shumë. Cila është surja jote e preferuar dhe pse? Surja ime e preferuar mund të them se është surja Yusuf, ku Allahu Azza wa Jall surën Yusuf e përshkruan Ahsanil Qasas, përshkrimi më i bukur, ku e gjithë surja flet për ngjarjen e përshkruan detajisht jetën e profetit Yusuf, ku profeti Yusuf kaloi shumë sprova gjatë jetës së tij, duke filluar nga vëllezërit e tij, të cilën për shkak xhelozisë që kishin ndaj tij e hollën e morën edhe e hollën atë në pus. Pastaj kur një karavan e mori nga pusi edhe çoi në Egjipt edhe e shiti në treg. Pastaj kur e burgosen edhe pse ishte plotësisht i pafajshëm, e akuzuan për immoralitet dhe e burgosen. E pas gjithë këtyre sprovave, pas disa viteve, Jusufi arriti të bëhej mbreti i Egjiptit. Edhe ngjarja është shumë interesante edhe shpjegohet në Kur'an në mënyrë shumë me detale, por unë do ta shpjegoj shkurtimisht. Ku vëllezërit e Jusufit alayhis salam shkuan në Egjipt që të bënin tregti. Edhe Jusufi alayhis salam, pasi që ishte mbreti i Egjiptit, i njofti vëllezërit e tij edhe i thiri ata në pallatin e tij. Edhe kur shkuan vëllezërit të tjerë jo. Jo, nuk e njihnin Jusufin alayhis salam, por Jusufi alayhis salam akoma kishte mbajtur mend fytyrat e tyre. Edhe kur shkuan në pallatin e tij, Jusufi alayhis salam i pyeti se sa vëllezër ishin. Edhe vëllezërit e Jusufit alayhis salam ju përgjigjen se jemi 11 vëllezër, kemi qenë 12, por aktualisht jemi 11. Edhe Jusufi alayhis salam i pyeti se ku është vllai i 12, apo çfarë ndodhi me vllain e 12. Vëllezërit e Jusufit ja thonë po të njëjtën gënjeshtër, ja thonë Jusufit që i thonë babait tyre, se ju kishte hongër ujku. E Jusufi alayhis salam duke e ditë vërtetën, ju tha se juve nuk ju ka hongër ujku vllain, po ju e keni zgjujt vllain në pos. E unë jam vllai juve. E pastaj ju fali atyne gabimin që e kishin bë, edhe vazhduan të jetojnë një jetë lumtur së bashku. Por mesazhi i kësaj sure është shumë interesant. Ku Allahu Azza wa Jall përmes kësaj sure na jep një mesazh neve shumë të rëndësishëm. Se pavarësisht sprovave që njeriu mund të ketë gjatë jetës së tij,
nuk do të thotë se mbas atyre sprovave njeriu nuk do të jetë i suksesshëm apo nuk do të gjejë lumturinë në jetën e tij. Përkundrazi, si ngjarjen e Jusufit, që penga vëllezërit që e hollën në pos u bë mbreti i Egjiptit. Do të thotë që për çdo njeri ka një shpresë. Po si të ndihmon të feja në jetën e përditshme? Po feja ndihmon në jetën e përditshme në shumë aspekte. E unë do t'i ceki 2 aspekte të cilët mendoj se janë kryesorë për të cilën feja në ndihmon në jetën e përditshme. Ku Allahu Azza wa Jall na bën neve me dije se për çdo sprovë na tregon neve në Kur'anin famlar çdo sprovë që njeriu mund ballafaqohet gjatë jetës së tij. Edhe Allahu Azza wa Jall e përgatit njeriu për se cilat sprovë pa marrë parasysh se çfarë sprovash janë ata. A është sprovë varfërie apo me smundje pa marrë parasysh, Allahu Azza wa Jall e përgatit njeriu edhe ja tregon se si të ballafaqohet me atë sprovë. Gjithashtu, aspekti i dytë që feja në ndihmon në jetën e përditshme është se tek njeriu feja ka lit edukatën e njeriu, e cila e ngrin njeriu në një shkallë që nuk mund ta ngrinë asgjë tjetër, as pasuria, as fama. Edhe njeriu me atë edukatën e tij, në çfarëdo mesi të shoqërie që është, nuk do të jetë kurrë një numër, por do të jetë një vlerë, do të jetë një vlerë e asaj shoqërie. Po, me qenë se sot jemi në këtë festë të Bajramit, na tregoni pak si festohet Bajrami në shtëpinë tuaj? Po më kujtohet kur ishim në moshën 7 apo 8 vjeçare, mezi prisnim që ta përfundonim namazin e Bajramit, edhe ne përdorim termin ta çojmë Bajramin te shtëpia, që të bëjmë Bajram me familje. Edhe sa përfundonim Bajramin, sa bënim Bajram me familje, u mblidhnim me fëmijët e fshatit, edhe vizitonim secilën shtëpi të fshatit. Shtëpi për shtëpi, shkonim deri te dera, uronim aty në Bajramin, edhe prisnim nga ata dhuratat. Edhe në të gjithë fshatin e veçonim një shtëpi ku dhuratat e tia, asaj shtëpie, ishin më interesante se të këta shtëpi tjera ishin dhurata normale. Ai kishte më interesante, edhe e veçoshim për gjithë Bajram, e veçoshim atë shtëpi, edhe kur diskutonim me fëmijët e fshatit se ku do të fillojmë, thonim se do të fillojmë të ajo shtëpi, që edhe nëse na meten ndaj një shtëpi pa vizituar, paktën ajo mos na mesin. Po, gjitha kemi pasur besoj një shtëpi të tillë. Po, edhe besoj se prej atyre fëmijëve në fshat që kena qenë, ajo shtëpi ka më mbet gjithmonë në kujtesën tonë. Kurse tani që jemi në moshë pak më të rritur, e vazhdojmë të njëjtën traditë, duke shëtitur shtëpi për shtëpi, por jo si atëherën që vetëm shkonim te dera, por kalojmë një kohë, një periudhë pak më të gjatë. Po, a keni një mesazh për bashkëmoshatarët apo për të gjithë që po na ndjekin në këtë ditë të bukur të Bajramit? Po, mesazhi për bashkëmoshatarët e mi, duke e ditur se jemi në përfundimin e këtij viti shkollor, edhe se klasët e 9-tave që kanë përfunduar shkollën fillore, edhe janë në atë fazën se ku do të vazhdojnë, përzgjedhur se ku do të vazhdojnë në gjimnaz. Unë ju kisha këshilluar atyre që si shkollë të mesme të zgjidhin medresen Mehmet Fati. Për arsye se medreseja Mehmet Fati jo vetëm se ka lëndë shkencore, por gjithashtu ka lëndë edhe fetare, edhe ka një kontribut të madh në përsosjen e virtyteve të njeriut. Ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë këndshme dhe gjithmonë dëshirojmë sukses dhe të kthesh përsëri në këtë studio, pse jo të vish dhe të tregosh për suksesin tënd. Shpresoj që të kemi bisedat e tilla së shpejti. Shumë faleminderit për ftesën, gjithashtu shfrytëzoj rastin që t'ju uroj teleshikuesve, t'ju uroj festën e Kurban Bayramit, e lut madhin Allah, që paqja, begatia dhe lumturia të mbizotrojnë gjithmonë në zemrat e tyre edhe në familjet e tyre, edhe në familjet e tyre. Faleminderit shumë edhe një herë për këtë bisedë që kishim. Faleminderit juve. Falenderoj Romesin që kjo ishte intervista jonë e përbashkët, e para përbashkët që e kemi pasur për sot. Ne atje falenderoj edhe shikuesi që vazhdojnë të qëndrojnë me neve, vazhdojnë me disa ilahi në vazhdim.